Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të nisim një video të re. Të mirë, është strawberry. Tani jemi duke prishur pak mani, pak fare, pak. Duke shkuar që edhe duke menduar që është hyrja e parë në dyqan. Imagjinoj tërë ditën çfarë do bëhet sot. Asje. Me sa po shoh po vi për dallë. Ne të këtu do vendosim ato pecetat. Por as dhe manit. Dhe mirë se vini përsëri në kanalin ton. Sot kemi një të ftuar speciale. Oh, Nerto. Sa bukur kjo fytyra. Kjo do na prishi lekët. Si Gjensile, blinje si kjo është. Po ma bëjti dhuratë edhe e vlerë. Po ti bleve. Erdhëm për kafe, po bëjmë muhabet gocash. Lëri sa vendi bukur. Shikoni. Jo, do merr një Honda, merr një Tani do shkojmë të hamë në restoran. Erdhëm. Wow. Kjo patate është super. Hej, tani do dalim përsëri. Amen. Hi, pipi. Tani mbaruam darkën e do të ikim në shtëpi. Kjo ishte takimi jon i fundit tani që jam këtu në Amerikë. Po i përgjithit. Mirë mëngjes, unë tani po dal me i shoqe. Do shkojmë të hanë mëngjesin tek Turku. E bëra dë minerales, shikon që. Por kam blerë vetëm për Endrin sot. Dhe shumë pak fare për veten time. Hej, unë fjeta gjumë, shikon si jam shumë e përgjuar. Tani unë grita, por me erdhen pakut nga temë që bëra bashkëpunim për qirinj, edhe ka marrë shumë forma. Ka marrë forma të ndryshme që mund të punoj edhe me alçi, që del super zbukurime për shtëpi, edhe po ju tregoj thjesht si forma, por nuk është se do duket modeli i qiririt apo i alçisë se si kur do dalë. Por sa po të shkoj në Shqipëri, puna e parë që do të bëj është kjo. Do bëj shumë forma, do ja tregoj këtu. Ja çmimet janë shumë të arsyeshme, e di shumë mirë. Por shpresoj shumë që t'ju pëlqej dhe pse jo të porosisni tek faqja ime tek Lady Skandas. Ja t'ja tregoj tani. Kam porositur këtë formën, është një mbajtëse, edhe ka disa pjatka të vogla, ku ju vendosni gotën e çajit ose të kafes, kur është e nxehtë në tavolin dhe s'mund ta vendosni, do t'atje, ja, është kështu, ja, kështu vendosen, edhe vendosen dhe dekor. Kam këto 3 lloj format, që këto mund t'i përdorim të bëjmë edhe qiri, por edhe me alçi. Janë 3 persona të ndryshëm, dalin shumë të bukura, por si që tash do ja u tregoj kur të shkojnë në Shqipëri. Ka marrë ngjyra për alçinë, ku unë të punoj edhe me ngjyra jo vetëm me ngjyrën e bardhë, kurse këtu është një njeri i vogël. Edhe këtë formë se kam idenë se çfarë është. Më duket se po, këtu është një çift dhe një
fëmije, ku këto fëmijet mund t'i bëjmë goca dhe çuna, aq pjesëtar të familjes sa jemi. Është një tjetër formë këtu, me njeri e duket, pena dhe mashkull dhe pena këtu, e i bën me qiri. Kurse këtu kam një trëndafil të vogël, ka që ishte kjo e para, kam edhe një çantë të dytë. Këto janë, kam zot për makinën e namit, që i këtë tek puna. Porosit e një mbajtse për telefonin, por nuk është se është edhe shumë e fortë me thënë të drejtën. Gjitet këtu tek mori kështu, edhe e bën on këtu, edhe në gjitet telefonit. Tani unë nuk kam si t'jo shpjegoj se telefonin po e inqizoj aty, por do ja dërgoj në një video. Dhe man telefonin këtu, mund të flasësh kudo. E mirë, jo në 100%, por e mirë, e bëm deri diku poshtë. Se janë të preferuarat e mia. Kjo është një pjatë, ku do të bëhet nallçi, do të bëhet me dizajn e me ngjyra sipas dëshirës juaj, ku ju mund të vendosni një qiri sipër këtu të madhe, mund të bëni si tip kompozim dekori, edhe mund të vendosni një vazë të vogël me një lule sipër, dalin shumë gjëra të lezetshme. Mjafton të më kërkoni që për shembull një ide dhe unë mund të them shumë gjëra pasi tani po çfarë e kam më shumë mundësi. Kjo është një pjatë e vogël ku atje vendosin 5-6 fruta, 7 fruta sipër, edhe dekor për frutat. Edhe një tjetër. Jo, kjo është një pjatë edhe ka një gotë. Që që të regova, ka dhe pjesën si të këtu, ka pak në shërbyrë dhe mbushet brenda me qyrin. Kurse këtu kemi këtë zemër që vendoset me zinxhirin. Atje mund të bëni dedikime, ku mund të vendosim me shkronja që dëshiron juve. Këtu është një zemër. Kurse këtu është një finxhan, që këtë mund të mbushësh me lule brenda. Po, mbushet me lule. Besoj. Gjithashtu dhe një pjatë tjetër, që mund të vendoset te kjo pjata këtu e madhe. Tu një qiri gjatë edhe një vazë e vogël ose diçka tjetër. Dalin shumë të bukura. Këto ishin dhe gjërat që morat për qirin. Gjithashtu kam parasytur dhe gjërat tjera, por ato do të më vinë në Shqipëri pasi nuk kam vend ku t'i fut. Kam vetëm një valixhe të vogël, që do marrë më përpara rrobat, këto gjëra nuk e di domethënë. Shpresoj të më nxjerrë. Edhe mos e paguaj atje valixhe mbi 100 euro, 150 euro. Kështu tani do ik me motrën që të lajmë rrobat tek lavanderitë, edhe do shihemi. Kemi erdhur të uashim rrobat dhe kjo zonja e nderuar që po këtu. Këtu kemi një lojë. Edhe njerëzit vetëm këto lekët e zeza. Edhe këtu. Edhe të fitojnë ato që bjen këtu i ketin. Shë sa për është kjo 20 që këtu. Ne e provuam 2 herë dhe sfituam asgjë. Por herët e tjera më ka ndodhur që më kanë shumë lekë nga këto të prishurat. Derisa të na tha rrobat, vim një xhiro nga marketi të blejmë disa ushqime. Sister. Hello, sister. Hi. Apo gjeta komposto prej portokalli edhe prej mandarine. Edhe këtë se kisha parë. Shumë gjëra të lezetshme që mund të shohësh këtu. Deri tani kemi arritur të marrim 5 gjëra. Shikon, i studion aja, pastaj merr. Hello njerëz.
Po bëjmë thonjë, by the best Shikoni sa të ladies. bukura mi ka bërë motra. Toja ka Dal, bëu. prit. Ti bëjmë të tregoj kështu, wow. Shikoni. Modelin e zjedha vetë. Thonjë ka të mi bëri motrën. Tani të shohim çfarë do na nxjerrësh. Kështu shtynë. Po. Jo aq e dhunshme. Të dhe mire. Pak. Shifemi më vonë. Më sa që është era e parë që po heq kutikulat. Imagjino me ecin e copë mish mua. Hemet. Është mishi i Sa vdekur. zubër duke më thonjë të tu. Ky është mishi i vdekur i Xhenit. Ha, sa fani. Tu kemi arritur I vorëm tipsat. Tani primer. primer. Tani po fajel gishtat. Kjo motrëza ime. E nga marrë shumë seriozisht. Së pëlqenë si ta bëj. Shumë bukur, pragohet. Fiksi ty. Fix. Ta kaloj. Oh, me nxorë gishtin. Shiko më bën komente negative. Kjo është era ime e parë që bëj thonjë njerëz, e kam vetëm me të shikuar. Duket nga mbajtja e kësaj. Ç'lidhje ka? Atë mund ta mbash si të ndihesh ti rahat. Po, e mbane me këmbë. Po. Si cute. vena. Ne mo. Ah, sa cute, wow, sa cute. Të vem. Pak të plagos. Kështu është kur i bën thonjë të 7 herë në ditë. E më jeshtë atë. Sa të ndrisin thonjë Mileti. Të ka qelur një lule. Spring girl. Okay, that's it. Goodbye. Tani ndaluam pak nga procesi i thojme se i kërkova motrës na sjellë nga një frut, se nuk e di, kam dhimbje veç se sot ditë dhimbje koke pa parë. Unë edhe 2 ditë edhe nisem, edhe nuk e di se si do e përjeton udhëtimin kur të kthehem, por imagjinoni, më zuri veshi përsëri të njëjtat dhimbje 2 ditë para nisjes. Më dhem shumë. Edhe shikoni thonjtë e mia sa super i ka bërë motra. Për të gjithë vajzat që jetojnë këtu në Saddlebrook, Garfield, që i përfshin New Jersey, kush i përfshin? New Jersey, mund të lini takime tek motra, do t'ja vle këtu në Instagram në Jensila Nails, edhe mund të lini takime për të bërë thonjtë. Ajo mund t'ju vinë tek shtëpia, ose mund të vini dhe ju këtu tek shtëpia. I just did it. Her nails. Shikoni sa bukur, era e parë e imja. Pa më thoni pak. E breviri si për. Që güzel. Do t'i lem kështu, a? Thirë do t'i limon. Mëngjesi i fundit, bashkë me sisterin. Tani do bëjmë qërpikët dhe vetullat, se unë nesër do të... Më pas ka lërë batësish, motra. Po, të kam lënë kështu, që quhet tips. Tani do bëj lash lift edhe brow lamination. Yes, do i rregulloj pak. Se këto vetullat më bien shumë. Dhe këto produkte që do përdoren tani, unë i kam patur bashkëpunim këtu në Amerikë. Ja dim përbërës, që më të ketë edhe përbërës kancerogjen. Hoqim dorën nga qerpikët pasi mungonin 2 gjëra, ose më sak njëra që është ngjitës që ngjit qerpikët sipër. Edhe tani do vazhdojmë me brow lamination. Në kushte. Të mirë. Shtëpie. Yes. Ku kam edhe? Në beauty stay. Jensila. Ta marrësh këta për 10 minuta. Step një është i mbarovi. Hapi parë. Hapi parë. Po, Si erdhoj quhet? 3 javë në Amerikë dhe harrova të flas shqipe. Wow. Tani, pres komentet negative. Pas po më vinte ta thoja do të hapi parë. Një mirë pret. Pa i mirë pres. Tani do bëjmë hapin e dytë.
Ua, po filloj të më digim pak. Është procesi. Yes, I know. I know. Kur të dalin kështu të kuqe vejtuat. Po si, po ti i ke bërë, unë të kam parë ty prandaj. Se kam prapë. Varet e lëkura aerobit. Po. Të mund të kesh lëkurë anemike. Jo, se kam. Sa të indura i ke këta? Sytë sot i kam super të indura. Shiko, kur ti ndje kështu, so si duke se kur kemi falë sy të tjera. Se më ka dalë gjumi natë, më ka zënë kolla aq të merë. Nuk dija çfarë të bëja, E do e më mbash. myti. 5 minutes. E ndenja zgjuar. E kur unë grita në gjysë, syti kisha dalle. Yes, super të indura. Të të bëj një kocackë. Sister, da iki. It's okay. You're gonna come again. I hope. Tani ti aty në vetur në ndish si kur ke në një peshë të re. Pse? Ashtu është procesi. Cili tani ma regula pak vetur. Cili e ti moja bura. Mos ma lërë kështu me gjëmba. Kemi edhe një step tjetër. Edhe we are almost there. Duhet të bësh edhe një gjithë. Edhe një. Okej. Që të zjati, të rritë ca kohë. Okej. Mos i lag vetullat, Ja, po këta e di unë maj motër se kam bërë vetulla vetë. se pastaj. Imagjinoj kur të lajmë dhe t'ja fut vetulla kështu. Në laj sy tu. Laj pas pa vetulla. Vijë një çorape. Ne erdhëm në fundin e kësaj videos, edhe bashkë do të shihemi tek videoja e fundit këtu në Amerikë, bashkë me motrën Paçi, dhe mos harroni të na ndiqni në YouTube për video të reja. Bye!